Thelbi është se ti nuk e di sa të ardhme ke. Ajo që ka kaluar, ka kaluar. Nuk ka absolutisht asgjë që mund të bësh për këtë. Disa për jush janë ndarë, disa për jush kanë falimentuar, disa për jush kanë përjetuar gjëra të tmerrshme në të kaluarën. Por, ajo që ka kaluar, ka kaluar. Është në të kaluarën. Dhe të kalosh kohën duke u përqendruar në të kaluarën, do të thotë të harxhosh të vetmen gjë që ke. Kohën. Të harxhosh kohën tani duke menduar për atë që ndodhi, atëherë do të thotë që e ardhmja do të jetë e njëjta me të kaluarën tuaj.